Prishtina që u zotuam se do t'a dojmë me plot zemër, flet veç me vepra. Flet me shkolla që ka ndryshuar çdo mëngjes të fëmijëve tonë. Flet me mësimin tërditor që ka lehtësuar çdo nën, çdo bab, çdo prind, çdo familje të këtij qyteti. Flet me rrugë që lidhen me unaza që hapen, me sheshe që marrin jetë, me lagje që marrin frym. Flet me punën tonë të përditshme, me vizionin tonë të qartë, me njerëzit tonë të ndreshëm e të ndershëm në shërbimin e qytetit. Dhe sot, 4 vite më pas, kryeqyteti është dëshmia më e mirë, më e qartë e suksesit të vizionit tënd. Këto 4 vite, qeverisja e LDK-s dhe përparimit ka sjellë ndryshimin më të madh në arsim. Projekti i mësimit tërditor është shembull i qartë i suksesit tonë. Fëmijët e Prishtinës sot mësojnë më shumë, kanë më shumë kujdes, kanë më shumë përgatitje për jetën, gjërsa prindërit e Prishtinës sot e dinë se fëmijët e tyre janë në duar sigurta, shkolla moderne me kushte më të mira. Derisa të tjerë presin e analizojnë, ne e bëjmë në Prishtinë, do ta bëjmë gjithandej nëpër Kosovë. Sepse Prishtina, qyteti, është më i fortë se propaganda, sepse besimi i njerëzve është më i madh se sa gënjeshtra, sepse puna e ndershme mbani mend gjithmonë fiton mbi lojën politike. Përparimi, LDK-ja kanë fituar politikë me lojë të ndershme, me fjalë të mëdha, me punë të madhe, jo me pallavra politike e propagandë. Prishtina nuk ka kohë për eksperimente, nuk ka kohë për lojra politike, nuk ka kohë për fjalë të thata. Prishtina ka nevojë për vazhdimsi, për stabilitet, për qeverisje serioze. Dhe këtë e ofron vetëm LDK-ja me përparim Ramën si kryetar të arshëm të saj për 4 vite të arshme në Prishtinë. Prandaj, më 12 tetor, qytetarët e Prishtinës do ta bëjnë zgjedhjen e tyre, do zgjedhin punën mbi propagandën, do zgjedhin shpresën mbi mashtrimin, do zgjedhin rendin mbi kaosin, do zgjedhin përparim Ramën dhe lidhjen demokratike të Kosovës me të parën dhe ta kuptojnë se aty ku ata bllokojnë, ne ndërtojmë. Aty ku ata ndajnë, ne bashkojmë. Aty ku ata shkatërrojnë, ne krijojmë. Aty ku ata jetojnë nga sharja, ne jetojmë nga shpresa. Aty ku ata ushqejnë me frikë, ne ushqejmë me besim. Aty ku ata na humbin vitet, ne fitojmë të ardhmen. Prishtina nuk o bloku kur. Përkundër atyre, asgjë se ndali ecjen tonë përpara, asnjë intrigë, asnjë blokad, asnjë lojë vogël politike s'mundi t'ia ndalë vizionin tonë për Prishtinën moderne, sepse për ne Prishtina është më e madhe se çdo interes partijak. Ajo është përgjegjësi, është dashni dhe është detyrë. Prishtina ecë përpara me vizion, Prishtina ecë përpara me transparencë dhe më e rëndësishmja është Prishtina ecë përpara me besimin e juaj të nderuar qytetarë. Kemi bë gjëra të mëdha që kanë qitë Prishtinën në hartën botërore. Qytetarët e Prishtinës e dinë mirë. E dinë kush ka punu, e dinë kush ka pengu. E dinë kush ka ndërtu ura dhe kush ka ngritur pengesa. E në mandatin e 2 do të shkojmë Prishtinën për tej. Në mandatin e ri ne do të shkojmë për tej çdo pengese, sepse projektet që kanë nisë nuk ndalen. Ato do të bëhen realitet. Do të bëjmë unazën e jashtme të qytetit, projekti që do të japë frym trafikut të qytetit. Do të ndërtojmë spitalin e kryeqytetit, që do të kujteset vetëm për qytetarët tonë. Do të zgjerojmë mësimin tërditor në të gjitha shkollat e kryeqytetit. Do të ndërtojmë shkolla moderne, qerdhe të reja, qendra sociale dhe hapësira të mrekullueshme për fëmijët tonë. E do të hapim po ashtu edhe fshatin olimpik, zemrën e lojrave mesdhetare Prishtina 2030.